se në cilën klinik do të transferohet pacienti për trajtim. Pas ekzaminimeve në portën hyrëse, do të vendoset pikërisht nga emergjenca. Ky ndryshim i referimit pritet të bëhet shpejt. Adresimin e kësaj çështje ka bërë ditë më parë drejtori shëndetësor i shërbimit spitalor klinike universitar Ardian Shefkiu në mbledhjen e fundit të bordit. Ai tha se ndodh që ekipi i konziliumit kujdesar arsyetohet duke thënë se nuk kanë shtretër të lirë në klinika dhe pacientët me ditë mbesin në qendrën emergjente. Me orë të tëra, apo edhe ka ditë që pacientët besin në emergjencë. Shefi i ekipit të ndërrimit në emergjencë do të vendosë se ku do të transferohet pacienti, në mënyrë që mos të kemi situata sikurse këto, kam vende ose jo. Në fakt, për televizionin një herë kanë rrëfyer familjet e pacientëve të moshuar dhe paliativ, që përballen me këto rvatje se cila klinik do ta pranoj ose jo të sëmurin në mungesë të një shërbimi të tillë në QKUK. Drejtori i klinikës emergjente, Nasir Sylla, tha se kudo në botë, mjekët emergjent janë ata që vendosin se në cilin klinik duhet të trajtohet tutje pacienti. Vendimin ta merr konziliumi i përmend për 3 mjekëve të mjekësisë emergjente, 3 specialista, edhe ta referojnë rastin për klinikën e caktuar. Ndoshta e lehtëson një aspekt punën e kuadrit shëndetësor në qendrën emergjente. Po mirë po është edhe ajo mënyra tjetër që e rrit përgjegjësinë. Ndërka që mbi ngarkesa e punës në emergjencë vazhdon të jetë lartë. Për 3 muaj ka trajtuar 28.621 pacient. Kjo është jashtë çdo norme, jashtë çdo realiteti, jashtë çdo mundësie. 60 deri në 70% gjitha këtyre trajtimeve të cilat kryhen në qendrën universitare duhet kryhen në sektorin e nivelit sekondar në spitale. Specialisti Sylla tha se shfrytëzueshmëria e kapaciteteve të disa spitaleve rajonale në raport me QKUK-n është si nata me ditë.